Euforia e vitit të kaluar rreth një rritjeje të lehtë të natalitetit në Gostivar rezultoi të ishte jetë shkurtër. Pas një periudhe të gjatë rënjeje të vazhdueshme, viti 2024 shënoi një kthesë modeste pozitive me një numër lindjesh që tejkaloi vitin paraprak. Megjithatë, ky trend nuk arriti të konsolidohet. Gjatë vitit 2025, statistikat flasin sërish një regres të dukshëm. Sipas të dhënave zyrtare nga Spitali i Gostivarit, deri në ditët e fundit të këtij viti janë regjistruar 35 lindje më pak krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar apo gjithsej 349 lindje. Ky realitet, sipas udhëheqësit të repartit të ginekologjisë Agim Jakupi, dëshmon se rënja e natalitetit mbetet një nga sfidat më të mëdha të kohës, jo vetëm për Gostivarin. Për vitin 2023, kur krahasova vitin 2024, tash se kemi një rritje. Për herë të parë kishte ndodhur pas sa viteve një rritje, ku numri i përgjithshëm i lindjeve nga 420 lindje në 2023, kishim shkuar deri në 439 lindje, dikundi me 20 lindje më tepër, që ndodhte mas 13 viteve një ndryshim i tillë. Tash për fat keq 2024 në krahasim me 2025 jemi përsëri në rënje të natalitetit, që do të thotë se 2024 numri i përgjithshëm i lindjeve ka qenë 439 lindje, deri më datë sot kina pasur në 2024 384 lindje, ndërsa 2025 kemi 349 lindje, që do të thotë dikundi rreth 35 lindje më pak. Tash deri në fund të vitit, ndoshta ai numër pak do përmirësohet, po sidoqoftë jemi përsëri në rënje të natalitetit apo rënje të numrit të lindjeve. Jakupi thekson se arsyet që çojnë drejt këtij reduktimi janë të shumëfishta, por migrimi masiv i popullsisë dhe pasiguria ekonomike mbeten faktorët më goditës për natalitetin në qytet. Sipas tij, largimi i familjeve të reja jashtë vendit po zbraz gradualisht bazën natyrore të lindjeve, ndërkohë që kushtet ekonomike po ndikojnë drejt për drejt në vendimarrjen e çifteve për të zgjeruar familjen. Arsyet kryesore për mua vazhdon të ngelet ajo se përsëri migrimi i popullatës edhe gjendja e rëndë ekonomike kufizon numrin e natalitetit. Por edhe deri diku, derisa pak parës përmendëm se disa nga ato linsin në qytetet e tjera janë edhe kushtet, të cilat neve kina marrur një hoft të madh me Ministrinë e Shëndetësisë për t'i përmirësuar ato kushte. Neve me anë të dhomave të VIP-it kemi përmirësuar pajitjen, që ndoshta edhe kishim edhe numrin e linjeve shumë më të vogël, mirë po akoma ka nevojë edhe për sende novitete të reja. Ashtu si zhvillohet teknologjia, edhe ne ngritemi për të mundur numrin e popullatës t'ju kryjmë më tepër shërbime, më kualitative, edhe t'jenë më të sigurt në punën që kryjmë ne. Reparti i ginekologjisë gjatë këtij viti është përballur me një sër rastesh komplekse, të cilat kanë kërkuar ndërhyrje kirurgjikale me nivel të lartë profesionalizmi dhe përgjegjësie. Vetë Jakupi veçon operacionet e rënda, të cilat për shkak të faktorëve shoqërues shëndetësor kanë qenë veçanërisht të ndërlikuara, ndërsa veçon njërin prej tyre. Konkretisht për mua janë ato rastet ku ne punojmë pjesën e rëndë të ginekologjisë, ku hekim mitën me gjithë vezorët në gjithë, ku ka tumore të masave më të mëdha. Sinqerisht është punë e lodhshme, është punë me përgjegjësi në repartin tonë, me kushtet që ne disponojmë, domethënë i futemi edhe llojeve të operacioneve më të rënda, me paciente rasti i fundit s'ka as 15 ditë që është krimë, domethënë me mbi peshë të kundi mbi 100 kg, që na paraqet me obezitet. Domethënë pacientja ku punohet në thellësi pak më të mëdha, punohet me kujdes pak më të madh. Domethënë ato janë raste të kisha veçuar pacientin e fundit me histerektomi, ku përfundon domethënë heqja e mitrës me gjithë vezoret, tubat komplet. Një nga rreziqet më serioze me të cilat është përballur ky repart ka qenë mungesa e kuadrit mjekësor, situatë që për një kohë rrezikonte edhe funksionimin normal të njëjtit. Megjithatë, fal disa ndërhyrjeve të zgjuara menaxheriale, kjo çështje po hyn në fazën e stabilizimit, thot Jakupi. Në aspektin kadrovik gjithsesi po stabilizohemi, tash jemi me një numër më të rritur të specialistëve të ri, dikundi kemi 3 specialistë dhe për një periudhë
5-6 muaj presim edhe 3-4 specialistë, që do të thonë numri i përgjithshëm të kundit të cilat 10 ose 11 specialistë, edhe këtë problematikë shumë vjeçare mendoj se jemi duke përfunduar. Kështu që ne më të vjetrit mundohemi që kolegëve më të rinj t'u japim mundësinë. Kemi kriju kujdestarit nga 2 për shkak të kolegëve të rinj që mund të involvohen sa më shpejt në punë. Edhe se ato janë të involvuar, mirë po sa do kudo përvoja bën punën e vet. Në përmbyllje, Jakupi e cilëson vitin 2025 si një periudhë transformimi të rëndësishëm për repartin e ginekologjisë, duke nënvizuar zgjidhjen e problemeve të vjetra dhe nisjen e investimeve serioze në infrastrukturë dhe pajisje mjekësore. Mund të shpresi një vit i suksesit, një vit i ndryshimeve jashtëzakonisht shumë të ndaja, që zgjedhja e problemeve kahmoqme që i kemi pasur, të cilat unë gjithmonë pranë televizionit tuaj i kam shfaqur si probleme të cilët është dashur shumë më herët të mendohet ato, edhe ja që erdhi momenti kur me një akt shumë të vogël u krin shumë punë. Ndash në aspektin e modernizimit me aparatur, ndash në aspektin e kuadrit mjekësor, mendoj se qëndrojmë mirë. Qëndrojmë mirë dhe tash mund të flasim pak më lirshëm. Nga viti i ri fillojmë me renovimin e të 2 pjesëve të repartit. Ja festat si të kalojnë edhe besoj që ka mesi janarit nisim me renovimin e infrastrukturës mbrendshme. Donacionet tjera gjermane veç kanë filluar nga pak të vinë, si pjesë të reja, mirë po së pari neve duhet të përgatisim terrenin e infrastrukturës e mendoj të vjen renditja e aparateve. Sipas tij, brenda një viti reparti i ginekologjisë në Spitalin e Gostivarit pritet të shndrohet në një qendër me standarde bashkëkohore e pajisur me infrastrukturë moderne, teknologji të avancuar dhe kapacitete të zgjeruara njerëzore, duke garantuar një nivel më të lartë sigurie dhe cilësie për pacientët dhe të porsalindurit.